Në këtë rast, kemi bërë një zgjerim të nofullës, po e shohim që pacienti është i rritur, përderisa më herët zgjerimi i nofullës të një pacient i rritur pra mbi moshën 18 vjeçare është bërë vetëm me kirurgji. Pasi që qelza është përbërë prej kockave të cilat me kalimin e kohës ngjiten pothuajse njëra me tjetrën. Prandaj, zgjerimi i nofullës është bërë vetëm kirurgji. Për shkak të inovacionit tani më, zgjerimi mund të bëhet edhe me anë të mini implanteve, në këtë rast me quad expander, duke mos i prekur dhëmbët. Përparësisht pra se nuk i lëvizim dhëmbët. Dhëmbët mbesin në kosk. Dhe kështu bëhet zgjerimi edhe të personi adult, pra që deri me tani s'ka qenë mundur. S'ka qenë vetëm tek fëmijët. A qëndron kjo pastaj gjithmonë? A është një periudhë? Zgjerimi kjo proteza ose çfarë ti si? Jo, kjo qëndron një vit, pasi që përfundon zgjerimi, kjo qëndron një vit në mënyrë që të krijohet kocka eri në mes, pra që të kemi retension. Pas përfundimit, do të thonë pas një viti largohet kjo aparat. Okej, do të thonë tani është e mjaftueshme. Është e mjaftueshme, po përveç zgjerimit, atëherë pacienti sigurisht që edhe i drejton dhëmbët, qoftë me anë të briketave ose protezave transparente. A është e vështirë ndjesia e pacientit në mënyrë që me që po na ndëgjojnë dhe kanë ashtu? Jo, nuk është. Në këtë rastin mini implantet e vendosura në qelz jepet një sasi shumë e vogël e anestezionit, pra procedura vendosjes është pa dhimbje. Gjithashtu vendosja bëhet me anë të surgical guide. Është një guide ku fillimisht na e planifikojmë në mënyrë digjitale se ku do të vendoset në bazë të raportit me radiografin, edhe pikërisht vendoset në vendin ku na e kemi planifikuar. Edhe vendosja është pa dhimbje, aktivizimi mundemi me ndje pacientin një presion në këtë pjesë ose në këtë pjesë, mirë po ajo kalon. Përderisa një fëmijë 8 vjet është bashkëpunues edhe e mban, mundet me qenë një stimulim e sekretimit të pshtymës më shumë, për shkak pranisë një trupit huaj, po shumë shpejt adaptohet. Ndërkohë nuk e pengon gjuhën gjatë një vitit sa ka me qëndru? Jo, nuk e pengon, gjuha shumë shpejt mësohet me prezencën e një aparati të ri në gojë, ndoshta ajo 3-4 ditët e para ka me qenë pak derisa të adaptohet, por jo, kalon shumë shpejt.